Rruga Mehmet Shpendi në lagjën Dobërqiri të Shkodrës prej vitesh ndollet në gjendje të amortizuar, duke u kthyer në shqetësim të vazhdueshëm për banorët e zonës. Banorët shprehen se në ditët me shi lëvizja bëhet e vështirë si për këmbëstorët ashtu edhe për automjetet, ndërsa theksojnë se kjo situatë vazhdon prej vitesh pa u ndërmarrë asnjë masë konkrete për riparim apo rikonstruksion të rrugës. Çdo ditë duhet me pagu furgona për me çu fëmijët në shkolla, sepse nuk kanë ka ecin fëmia ka me dash me shku vetë. Ashtë një rrugë e lanën Mazdoret ka 35 vjet, si nuk i bjen as njëri mrapa, në absolutisht në botë. Ashtë shumë e vështirë, rrugë e pa kalueshme, imagjine duhet makinat vogla nuk kalojnë në mënyrë kategorike, por duhet me blej fori strada ose makinat në elta për me kalu me ba këtë rrugë. Në fushata kanë ardhe kanë pa, kanë premtu, dhe ku vjen puna nuk kanë ba as edhe një gjë. Duhet me qizme, me dalë me kalu këtë rrugë. Nuk ka ma keq. Ja, as në Bangladesh, që me thonë, nuk ka rrugë më të keqe, jetu me shko deri në Kinë, 30 vjet jetu. Nuk ma vështirësi s'ka, nuk mund kalojnë as fëmijë, as plak, as siri, as kur kënë vesh. 100 herë janë ku, 100 herë kanë orë gazetarë, pe godisim, pe bajmë, le që se saldojnë, pas as një komion me shafor se hedhe në dy. Banorët i bëjnë thirrje institucioneve përgjegjëse që të ndërhyjnë për rikonstruksionin e plotë të rrugës. Thirrja jonë është me marrë masat shteti, me vënu dorën këtë rrugë, që me bën edhe këtë rrugë si rrugë tjera, se na taksat i pagojmë, çdo gjë pagojmë, makinat i shkatrojmë këtë rrugë tu i hi tu i dal për ditë, edhe është shumë problematike. Thirrja jonë është me bën jeti shtet marrë me palla deri te ne këtu. Çfarë taksa? Si s'ka pagojmë taksa më? Po ti drita e ujit, gjithçka. Banorët shpresojnë që ky problem të marrë vëmendjen e duhur dhe rruga të rikonstruktohet, duke dhënë fund vështirësive të përditshme me të cilat përballen.